محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër xhamatli, tashmë është java e parë në përfundim të këtij muaji të bekuar. Kemi filluar me agjerim dhe kemi filluar me disa obligime tjera, duke munduar në këtë mënyrë që këtë musafir që na ka ardhur ta presim si është më së miri. Dhe në kuadër të kësaj tashmë çdo kund hoxhallarët, madje dhe besimtarët flasin për agjerimin dhe trajtojnë tema të ndryshme që kanë të bëjnë me këtë muaj të bekuar. Trajtimi i shumanshëm dhe i larmishëm i temave që bëhen këtë muaj padyshim se është një tregues i qartë, është një argument i qartë se agjerimi i Ramazanit ose muaji i Ramazanit nuk është thjesht një obligim që kryhet, por në shumëllësinë e temave dhe obligimeve që i kryjmë jap me kuptu se është një shkollë që kryhet. Më shumë është shkollë që kryhet se obligim që zbatohet. Prandaj, sikurse në çdo shkollë që ka drejtime dhe ka lanë të ndryshme, të cilat duhet me i kalu nxënësi për të certifikuar në fund të shkollimit, edhe Ramazani ka lanë të veta, që ne duhet në ato lanë të jemi të suksesshëm, që në përfundim të këtij shkollimi në fund të muajit të certifikohemi si të suksesshëm, të certifikohemi si ata që Zoti xhallahu ala i ka shpërblyer dhe i ka falë. Nga se certifikimi i Ramazanit nuk është pozita dhe nuk është diploma, por është falja dhe ngritja dhe përmirësimi. Në qoftë se shkurtimisht dojna me i përmbledh lëndët e kësaj shkolle, do të kisha pas mundësi me i përmbledh në 3 lëndë kryesore. Nuk ka shumë lëndë, nuk është shkollë e vështirë, por duhet me pas kujdes dhe vëmendje. Cilat janë 3 lëndët e shkollës së muajit Ramazan? Lënda e parë të nderuar dhe quhet lënda e sasisë. Lënda e dytë quhet lënda e përjetimit dhe lënda e tretë është lënda e ndryshimit dhe ndikimit. Këto janë 3 lëndë. E çka nuk kuptojnë këto? Lënda e sasisë nuk kupton që ta kryejm kuptimin rregullativ dhe normativ agjerimin si duhet. Sasia e muajit Ramazan është një muaj. Andaj duhesh me përmbyll sasinë si duhet, një muaj agjerim. Nuk agjerohet vetëm fillimi dhe mesi dhe fundi, nuk agjerohet vetëm nata e Kadrit, por agjerohet i tërë muaj Ramazan. Allahu xhallahu ala tha: "Shahru Ramadan", muaji i Ramazanit, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu", ai që është dëshmitar dhe është i gjallë dhe i shëndosh në këtë muaj, le ta agjeron këtë muaj, është një muaj. Kjo është sasia e muajit Ramazan. Gjithashtu, në kuptimin kohor dhe të gjatësisë ditore është që nga syfyri deri në iftar. Nuk ka agjerim deri në gjysmë të ditës, nuk ka agjerim deri mas drekës, ka agjerim që nga koha e imsakut e deri në kohën e iftarit. Kjo është ajo që ka të bëjë me sasinë. Do të sasia e Ramazanit është kjo, 30 ditë dhe nga syfyri deri në iftar. Dhe kjo është e thjeshtë, të gjithë në këtë dim dhe të gjithë në këtë e krymë elhamdulillah. Ndërsa lënda e dytë që dua shkurtimisht të flas për të sot e të vazhdoj pastaj edhe në xhumat e ardhshme me lëndë të tjera është lënda e përjetimit. Ne agjerojmë
duke braktis ushqimin dhe pijen. Mirë po në landën e dytë, këtu ndoshta ka nevojë pak më shumë trajtim, ka nevojë pak më shumë me ndëgju për këtë landë. Çka është landa e përjetimit? Të nderuar vëllezër, e kemi thënë disa herë dhe vazhdimisht hoxhallar këtë kanë shpjeguar se nuk duhet përjetimi jon i vetëm nga muaji Ramazan të jetë përjetimi i urisë dhe i etjes. Krejt çka kemi përjetuar dhe krejt çka kemi ndinj këtë muaj është e kemi ndinj një lodhje po elhamdulillah e kalum. E kemi ndinj një uri dhe etje po elhamdulillah e kalum. Nuk duhet të jetë ky përjetimi i vetëm. A thua vallë, cilat janë përjetimet që duhet të kalojnë për to e që suksesshëm ta kalojmë këtë land që garanton në fund certifikim të suksesshëm në fund të muajit Ramazanit. E para është të ndërlozër se gjatë muajit Ramazan, gjatë agjerimit, shfaqet diçka që njeriu jo gjithmonë e ndin vetën e tij. Njeriu me gjithë privilegjet, me gjithë nderimet, me gjithë pozitat, fuqinë, forcën që ja dha Zoti xhallahu ala, mbetet i dobët. Nga se sa është i shëndosh, një smundje erdhën. Sa është i disponuar, një lajm i keq e pikllon. Sa është i fuqishëm dhe ka jetë, një vdekje e largon nga skena e jetës. Ky është njeri. Andaj Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Wa khuliqal insanu da'ifa." Njeriu është i krijuar i dobët. Andaj në Ramazan, në uri, në lodhje, në etje, shfaqet dobësia jonë. Dhe duke e përjetuar dobësinë tonë, e këtu është ajo që ka të bëjë me sukses në kësaj lande. Shfaqet e përsia e Allahu xhallahu ala. Shfaqet fuqia e tij, shfaqet madhrimi i tij. Nga saj as nuk han as nuk pin. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Kështu tha Allahu xhallahu ala në ajetin më madhështor në Kur'an. Nuk e kap as kotja as gjumi. Ni lodhemi, na kap kotja, na kap gjumi. Kemi nevojë, ndërsa Allahu është i panevojshëm për askënd. Dhe në këtë ndjen që ne ndim dobësinë tonë dhe na shfaqet fuqia e Allahu xhallahu ala, në këtë përjetim mbushet zemra jonë madhrim dhe Allahu xhallahu ala. Mbushet zemra jonë dashuri për Zotin xhallahu ala. Mbushet zemra jonë gatishmëri për të nështruar Allahu xhallahu ala, nga se ai është i fuqishëm. Nuk ka krijesë mbi fytyrën e tokës. Madje askund, të nderuar vëllezër, nuk ka askund krijesë e cila nuk është e dobët nga një aspekt i saktuar. I vetmi që nga të gjitha anët është i përkryer është Allahu xhallahu ala. Pra ta ndim këtë madhrim, ta ndim këtë besim të gjallë që jep frymën në zemrat tona përmes të agjerimit. E kjo është shkolla e përjetimit. Pjesë tjetër e këtij përjetimi, në këtë libër të përjetimit, në landën e përjetimit, kapitull i radhës, pasti kapitulli është dhe kapitulli përjetimi i unitetit dhe kolektivitetit. Së bashku e ndërprejmë syfyrin, së bashku e bëjmë iftarit, së bashku e kemi filluar agjerimin, së bashku e përfundojmë agjerimin. Të gjitha këto veprime kolektive e bëjnë besimtarin të ndihet pjesë e një kolektiviteti, pjesë e një bashkësie që nuk guxon të ndahemi kurrë. Pavarësisht ndoshta mos pajtimeve eventuale, jemi njerëz, mund të gabojmë, pavarësisht ndoshta dallimeve të caktuara që mund të ndodhin si njerëz, mbi të gjitha, ajo që duhet na mban gjithmonë unik dhe të bashkuar është një nga ato edhe agjerimi. A e ndim ne këtë përkatësi të këtij kolektiviteti dhe kësaj bashkësie? Jo vetëm ne këto, po anë kënd botës muslimanët agjerojnë këtë muaj. Ta ndim vetëm pjesë të këtij kolektiviteti, nga se ky përjetim të bën të ndihesh mirë, ky përjetim të bën të ndihesh krenar, ky përjetim të bën të ndihesh i përgjegjshëm, që ta ruash këtë kolektivitet, ta ruash këtë unitet, mos ta prishim, mos ta ngacmojmë me asnjë fjalë apo vepër që mund të vijë nga ne. Ne këtu jemi në provim të kolektivitetit dhe unitetit që e sjell muaji i Ramazanit. Pra të nderuar vëllezër, kjo është landa e përjetimit. Këtu duhet jemi të suksesshëm, ta përjetojmë varfrinë tonë dhe ta përjetojmë madhrinë e Allahu xhallahu ala. Ne kemi nevojë për te, ai s'ka nevojë për neve. Dhe ta përjetojmë ndjenjën e kolektivitetit që kështu kapitull pas kapitulli suksesshëm ta japim lëndën e përjetimit. Allahu xhallahu ala na bëf këtë Ramazan
me të vërtet kualitativ, cilësor, Ramazan që e përjetojmë si duhet, e që në fund e marrim certifikatën e duhur të asaj që Zoti xhallahu ala na ka premtuar. Kërkoni falje nga Allah, nga se Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa tammut taslim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të nderuar vëllezër, lënda e përjetimit kështu po e quaj ta kuptojmë më lehtë, sikur që thash është një libër që ka kapituj të ndryshëm të. Andaj kapitullin e parë përmendëm dhe të dytën dua me përmend këtë hutbë edhe një kapitull të këtij libri vetëm që ta kemi parasysh se përballë çfarë lëndë jemi. Kapitulli i varfërisë, kapitulli i kolektivitetit dhe unitetit dhe kapitulli i tretë, kapitulli i solidaritetit dhe i mëshirës. Ndoshta nuk na ka ra më herët në këtë mënyrë, ndoshta ta përjetojmë se si ndihet njeriu i cili ka nevojë për ushqim dhe ka nevojë për pije e që nuk ka mundësi me e përdor. Ne kemi braktisur sot ushqimin dhe pijen deri në iftar nga dëshira jonë, pa dhunë. Nga dëshira e kemi braktisur. Por megjithatë, ta dim të nderuar se sa ka të atill që nuk e kanë braktisur nga dëshira, jo në kuptim të agjërimit, por e kanë braktisur nga varfëria, nga skamja, e kanë braktisur nga mundimet e shumta që i ka lodhur kjo dunja. Dhe fatkeqësisht, në habin ton, në hutin ton, pas grumbullimit të asaj që ne po vrapojmë pasaj, jo rrallëherë na ka ndodhur, që të kemi afër neve të smur që ka nevojë për ilaçe, ndërsa ne nuk ja kemi zgjat dorën e ndihmës. Të kemi ndoshta afër neve dikun në lagjen tonë, në qytetin tonë, të varfër i cili ndoshta me fëmijët e tij ka harruar kur ka ngrënë një ushqim si duhet, ndërsa ne kemi këtë çdo ditë. A e përjetojmë ne këtë vuajtje të dikujt bile spaku? A e përjetojmë ne spaku përkohësisht këtë mundim që dikush e ka jetë, ndërsa ne kemi muaj. Dhe këtë kemi me dëshirë, ndërsa djerët e kanë me imponim dhe detyrim, se kanë përzgjedhur varfrinë, ju ka ardhur në derë e paftuar. Andaj, ku jemi ne përballë tyre? Të nderuar vëllezër, të jemi këtë muaj solidar, të jemi dërdhënës, vraponi dhe kërkoni nevojtarët, të smurit, që nuk kanë mundësi ndoshta veteve të tyre, familjarëve të tyre, ndoshta t'u japin edhe një injekcion caktuar që u pushon dhimbjet. Ne dim këto raste të njerëzve që lajmërojnë vazhdimisht, ku ndoshta me lat në faqe qanë se nuk ka me blen një ilaç që ja pushon dhimbjet e tij. Ta ndihmë edhe këtë, kjo është përjetim. Jo të agjërojmë edhe ne u kënaqem në syfyrët në iftar, nga se ka të tjerë që nuk po kënaqen kështu. Prandaj, kjo është shkolla jonë, dhe këtë përjetim duhet ta ndihem, nga se në braktisjen e ushqimit dhe pijes duhet të vijë ky përjetim. Përjetimi i varfërisë, përjetimi i madhrimit të Allahut dhe dashurisë, përjetimi i kolektivitetit dhe unitetit, jemi bashkë, nuk guxon asgjë të na ndan, përkundër ndoshta përpjekjeve të caktuara të ndryshme. Çka do qoftë, Ramazan na mban bashkë dhe kështu duhet jemi. Ky është përjetimi i këtij muaji dhe përjetimi i solidaritetit, jo vetëm unë dhe ti, po të gjithë së bashku. Të kemi një jetë më të dinjitetshme, në sofrat tona një ushqim më cilësor për të gjithë, për smurit tanë një shërbim më cilësor, për borxhlit tanë një përkrahje, një ndihmë më vllazërore e kështu me radhë. Kjo është shkolla e agjërimit. Ky është agjërimi dhe kjo kërkohet nga çdo besimtar të nderuar vëllezër agjërues. Allahu xhallahu ala na i mbusht zemrat tona madhrim me të. Allahu na i mbusht zemrat dashni për të. Allahu na bëft produktiv që të ruajmë kolektivitetin, bashkësinë, na bëft vëllezër të bashkuar si duhet, si na bëri Zoti xhallahu ala. Dhe na bërë ndihmëtar për njëri tjetrin, që mos të ndihet i braktisur, mos të ndihet i lënë pas shpinën e nevojtari, i varfëri, i smuri e kështu me radhë, nga se ne jemi të edukuar në shkollën e agjërimit,
e shkolla të bën që pastaj të shihen gjurmët e shkollimit tënd. Allahu na uzoft në rrugën e drejtë, na i fal mëkatet tona. Allahu na ruaj nga çdo keqbërës dhe çdo njeri të lig. Kurdo që na e don të keqen, na ruaj Allahu prej sherrit të tij. E kurdo që na e don të mirën, Allahu ja shtoft mirat atij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.